Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq. Sot diçka do t'ju tregoj një melmes e cila përgatitet 2-3 ditë përpara apo një javë përpara dhe mund ta hajmë, ta përdorim çdo ditë në mbrëmje. Pse në mbrëmje? Për arsye se do të përdorim pak më shumë hudhër. Kjo melmes që do ta përgatis është shumë e shëndetshme dhe preferohet në mbrëmje së paku me një feta të bukës, të e hajmë pastaj një gotë ujë dhe me kaq përfundon dita. Pra, një herë do të tregojmë çfarë dobi, materie ushqyese apo jo materie ushqyese në varë. Një herë do të tregojmë se çfarë dobi ka hudra e pastaj këto rigoni, boziloki dhe magdanozi, si dhe biberi i kuq, por jo i bluar, po si në lloj të farave. Pra, paraprakisht do të flasim për hudrën. Unë i kam marrë 7 pika edhe për hudrën edhe për rigonin. Ndërka që këto tjerat janë melmesa shtesë për të cilat do të flas tjetër. Pra, hudra forcon imunitetin dhe mbron trupin nga infeksionet. E dyta, e ul tensionin e gjakut dhe e mban zemrën të shëndetshme. Këto janë 2 më kryesorët. E pastron enët e gjakut dhe e ul kolesterolin. Ka efekt antibakterial e antiviral natyral, ndihmon tretjen dhe pastron zorët nga parazitet. Kur zorët kanë parazit, atëherë dhe barku fryhet më shumë. Prandaj thot, lufton inflamacionin dhe sëmundjet e kyçeve, pra nyjeve. Si dhe jep energji, pastron trupin dhe vonon plakje. Këto ishin pra 7 pika lidhur me hudrën. Tani po kalojmë edhe tek dobit e rigonit. Unë i kam nxjerr, drejtë me thënë, nga ChatGPT, prandaj edhe duha që ju të keni pak si më të gatshme. Rigoni për ndryshe mund ta gjeni në çdo market të Kosovës. Rigoni, shkoni sa interesant, lufton bakteriet, viruset dhe këpurdhat. Këpurdhat janë, apo i themi ne myku që bëhet në për nyje, në për trup, në për këmbë, e tjera. Mirë, po myku krijohet edhe kur keni vllag apo lagështi në shtëpi, nëse e kap myku organet e brendshme, ajo është tepër e dëmshme për organizmin e njeriut, sidomos për fëmijët. Prandaj nuk preferohet të jetohet në shtëpit ku nuk kanë bë izolimin në themel dhe jetoni në myk. Kjo është shumë e dëmshme për organizmin e juaj, por ato pasoja nuk tregohen me njëherë, po me kalimin e kohës. Vazhdojmë. Pra, lufton bakteriet, viruset dhe këpurdhat, është mbrojtës i fort natyral. Fjalën e kemi për rigonin. Pastaj, lehtëson frymarrjen, ndihmon në koll, ftohje dhe në sinuse. E treta, ul inflamacionin dhe dhimbjet në trup, që kemi lloj dhimbjet vogël, ose një muskull, ose kemi ftofjet vogla, pastron trupin nga radikalet dhe lira dhe forcon imunitetin. Pra, forcon imunitetin që mos me përdor gjithmonë vetëm barna për një grip të vogël, por këtë mirëpo duhet ta praktikojmë çdo mbrëmje, sepse edhe është mirë edhe për zemrën, nëse përzihet me hudër. Vazhdojmë. Përmison tretjen dhe ul fryerjen e barkut. Tham, hudra i pastron parazitet në zor. Pse fryhet barku? Na ndoshta nuk kemi hangër shumë, po fryerjen e barkut e kemi më shumë se sa çka duhet. Sepse duhet me hangër hudër për me mbyt parazitet në bark, edhe rigon për me shfry barkun. Vazhdojmë. Përmison tretjen dhe ul fryerjen e barkut, e tham, rregullon ciklin menstrual, flasim për rigonin, dhe lehtëson dhimbjet e grave gjatë ciklit dhe paraciklit menstrual. Si dhe ndihmon kundër parazitëve
dhe mykut në organizëm. Pra, rigoni këtë punë e ka. E tani do t'ju tregoj se si e përgatis. Unë e marrë zakonisht një kokër hudër dhe për një person 2 është e mjaftueshme sepse nuk duhet me tepru se çdo gjë që e tepron, trupi nuk e pranon dhe e çoni në banjo, në guac, në WC. Prandaj jo vetëm këto mënesa, po çdo gjë që e teprojnë, ajo trupi e ka atë macën e vet, pa krypi qesim, dhe kështu pra trupi nuk e përballon shumë micën dhe ka një trup e përballon, e pranon, po fiton shumë fiton pesh, ndërka ka një organizëm i cili nuk e përballon shumë ngrënien e tepër, edhe normal që kam veçu në WC. Ka ta këshyris asa kështu, as kështu nuk bon. Prandaj Kurani thot Zotin Kuran, kulu veshrebu, vela tu srifu. Pani, pini, edhe mos e teproni. E profeti Muhammed thot, kur uleni për të ngrënë, atëherë kur ju vjen ma lezet, ndaleni, mos u ngopni, pra. Dhe pejgamberi gjithashtu thot sallallahu alaihi ve ali, thot kur mos hani pa qenë unë. Okej. Tash siç po e shihni, unë e shtypa këtë hudër, mirë. E tash po e vendosim këtë hudrën në këtë, ma mirë po shkojmë me njën tjetër, normale, dhe po e vendosim hudrën këtu. Mirë është me shtyp ma shumë, ma mirë, edhe nuk mesim copat në përdham, sepse zakonisht hudra pengon. Prandaj kur jeni burrë e gru, mos hani veten, po hani edhe burri edhe gruaja që mos t'i pengoni me aromën e hudrës. Vazhdojmë. Pasi që kemi qitë hudrën me kryp, tani qesim rigon, ja 2 luga të hajes. Sepse kjo është e parapame për një javë, jo për një ditë. Pra për një javë e sa duhet të hajnë për 2 persona, burrë e grue, sepse zakonisht për fëmijët nuk preferohet, nuk kanë probleme të gjakut e tjera, por nëse kanë të tensionit gjakut, nëse kanë probleme me infektime, gjana tjera, atër lirisht këtë rigonin me një lugë të mesme e boni qaj, edhe ja jep një fëmis në vend qajt e jo me ble gjana që nuk janë aq nevojshme. Pastaj, unë për veti, përveç rigonit, se rigoni nuk ka ndonjë aromë, ku me diçka, po unë i qes edhe pakës, më falni, bosiluk. Zakonisht bosiluk i shkon në ushqimet e langta, ndërka që rigoni shkon në ushqimet që janë ma të ngurta. Kemi pra ta dim këto. Prandaj, unë bosilokin, çfarë aromë, edhe kur ta hani bosilokin veç, edhe djersitja e juaj, i vjen era ma e pastër se sa që ka mendojnë. Edhe bosilok për afërsisht ja qesim ja 2 luk. Kjo është, gjithashtu e ka shumë vlerën e vetë, për bosilokin do t'ju tregoj tjetër herë. Unë e kam pak dëshirë djeks, po jo shumë, qesim edhe pak djeks, sepse në Meksik edhe akullorët i kanë djekse, mirë po nuk kanë kancer, sepse çdo trup ka qeliza kancerogene. Prandaj djeksi pak a shumë i anullon ato. Prandaj djeksi, çdo gjë që ka kriju Zoti, besoni asgjë nuk është e dëmshme, përveç normal nëse ne e teprojmë. Dhe më në fund, në këtë mas, i qesim përafërsisht edhe një gotë, mund të themi, pra një gotë kështu një 100 gram vaj ulliri. Unë po e qoj me mas, sepse vaj ulliri nuk banë zarar. Sa do që keme qitë, në Arabi, motra ime thot, shumë pak kemi kancer. Pse nuk i përdorin yndyrat shtazarake të kafshës? Po i përdorin shumë
yndyrat që vinë prej bimëve. Pra, vaj ulliri duhet me dominu në shtëpinë tuaj. Edhe mundet edhe të lynit e na gjyshet e tona i kanë hëngër, të lynin, por gjithashtu mos e të proni. Kjo e ka dobinë e vetë në qofse përdoret i pa fërguar. Përveç, për shembull, kjo në qofse e fërgon, ti ke bo helm me këto. Prandaj preferohet të përdoret të lyni, apo gjalpi, dikush i thot edhe maslac, këto që ka janë ma dhitra. Mirë po, largohuni vajit të thjesht. Ma mirë hani pak e kvalitet se sa shumë edhe krijoni dame vetit ju. Unë i kisha qit edhe pak vaj ulliri, sepse kanë dëshirë edhe kjo për një javë ditë. Shikoni çfarë masë është bo. As e holl, as e trash. Dhe kjo është gati. Mund ta vendosim në ndonjë tegull, nëse e vendosni në frigorifer, ma mirë është me tegull që mos t'i jep erë të gjitha gjanave tjera. Mirë po, unë zakonisht e vendosi edhe këtu, në këtë pjesë. Nuk ka nevojë me nejtë në frigorifer. Pra, nuk ka nevojë me nejtë frigorifer. Kjo është e gatshme. Kjo mëlmes e rigonit me hudër, pra i pam cilat janë vetit shumë të mira, ju preferoj në mbrëmje. Mos ta merrni kështu vetëm me luk, se nuk është ilaç, po është ushqim. Ua, që shtu e marrim që me buk, që mos na met ndonjë hudër në përdhom, po ta përbim të poshtë, mirë po, kur të hani këtë, çdo mbrëmje burre grue, jo vetëm burri, se mandej gruja s'ju duron ju qetë prej dhomës, si unë që ja bëja Luani. I kishëm qitë edhe pak veget. Pak, jo shumë. Ma kjo është fantastike. Luan, hajde me hangër, se u ka rëgju e vjetra. E kështu pra të nderuar miq, me një fet të vogël buke, me një gotë ujë, prej orës 6 deri në ora 12, nuk duhet kurrë me hangër, duhet në 11 lukthi duhet mu përgatit për me pushu si që na pushën. Ka që ishte pram, mëlmesa me rigon dhe hudër. Ju përshëndes, ju falenderoj, në ndishni në TikTok-un ton të ri, Iqbale Oficial, me 3 f-ja, official, në ndiqni në kanalin tim në YouTube, Iqbal Huduti, në ndiqni në Facebook, Iqbale Berisha Huduti, në ndiqni në Instagram, Iqbale 2022, dhe në ndiqni ku të mundni, në për televizione tjera, sepse me të vërtet mësoj, edhe ju mësoni nga unë, por edhe unë mësoj kur ju më jepni vullnet, më jepni dëshirë, si dhe më jepni edhe kritika, por kritika konstruktive, jo kritika të inatit. Ai që ka inat, ai humbë shumë të mira në këtë botë. Follow, like, e tjera.